Çdo kush që ras, me atë që ha. Njëherë në një kohë, shahu i Iranit, Ismaili, i dërgon Yavuz Sultan Selimit një ark të zbukuruar me gjevahire të çmuara. Arka hapet në praninë e sultanit. Nga brenda dalin gur të çmuar lloj-lloj stolije me vlerë dhe pëlhura kadifeje, por në të njëjtën kohë përhapet një erë e rëndë e neveritshme. Kur shikojnë më nga afër, në fund të arkës, ndodhej jashtëqitja njerëzore. Kësaj sjelljeje të pahishme që nënkuptonte fyrje ndaj sundimtarit të botës, Sultan Yavuz Selimit, dhe perandorisë osmane, duhej të jipej një përgjigje e denjë për madhështinë osmane. Sultan Selimi urdhëron menjëherë që të përgatitet një ark edhe më madhështore se ajo që kishte dërguar shahu Ismail. Përgatitet një ark e mrekullueshme, e zbukuruar me gjevahire të çmuara dhe gur të ndryshëm me vlerë, e mbushur me diamante, rubin dhe pëlhura kadifeje. Brenda saj vendoset edhe një kuti me llokume me aromë trëndafili, nga më të shijshme të kohës dhe së bashku me një të dërguar niset për tek shahu. Sapo arka të hapet në praninë e shahut Ismail, në të gjitha anët përhapet një aromë e këndshme trëndafili. Dhuratat i jipen një nga një shahut Ismail. Pasi mbarojnë dhuratat e çmuara, veziri Osman, në mënyrë që shahu të mos shëtësohej, fillimisht propon vetë llokumin nga fundi i arkës e më pas, me shumë respekt dhe mirësjellje, ja ofron atë shahut Ismail. Shahu Ismail dhe të pranishmit mbetën të habitur nga kjo që po ndodhte. Atëherë veziri Osman nxjerri një shënim të vogël nga kutia poshtë llokumeve dhe ja dorëzoi shahut. Kur shahu Ismail e lexoi shënimin, fytyra i skuqet flak. Në të po shkruhej: Ismail, tek ne është zakon që secili të qeras nga ajo që ha vet.